Ky emision mundësohet nga Përshëndetje të Trimexhiti. Përshëndetje Renan. Si e? Mirë, faleminderit. Këtë herë në brenda Çajirit, që aty ku e lam, edhe tregom si shkon puna. E para mirë se erdhën në Çajir. Mirë se u gjetëm. Mendoj që është një intensitet i madh, sidomos tash me është edhe sezona e punimeve. Minimum ja 15 pika, domethënë brenda Çajirit, edhe pse është i vogël, punohen, realizohen projekte të ndryshme. Edhe nëse shkon me këtë dinamik, mendoj që brenda vitit të parë të realizojmë gjitha që kemi premtuar brenda 4 viteve. Çdo që i niset projektet të kanë vazhduar. Para zgjedhjeve. Edhe që kanë fillu atëherë, edhe ka dhe projekte tjera që kanë fillu të reja, domethënë të vogla, të mëdha, po sidomos domethënë fokusi është te rrugët, edhe te infrastruktura nën-toksore, te rrugët, rruga Ferit Murati, dikur Llazar Tërpovski, punohet në dy anët, domethënë në njëra anë punon se është me Bankën Botërore, në anën tjetër është me kredi hungareze, dy ndërmarrje nga dy anët, domethënë kanë filluar në mënyrë intensive, një prej rrugëve të rëndësishme të Çajirit. Këto ditë dje ishim në takim me kryetarin e qytetit, domethënë pritet shpejti ditët në vijim të fillon edhe rruga Mitat Frashëri, dikur Makedonska Kosovska Brigada, që është arteria e rëndësishme e Çajirit, që e lidh me Butelin, Shutkën dhe me qendrën, që dukshëm të lehtësoj komunikacionin. Po ashtu, në mënyrë intensive, po bëhen përpjekjet e fundit me dokumentacion, pikërisht këtu ku jemi të lëviz, pra në rrugën Cvetan Dimov, apo rruga e Pashës, që është arteria kryesore e Çajirit, që është premtuar disa herë, po tash janë përpjekjet e fundit, edhe me ekspropriimin, edhe me dokumentacionin, po punohen projektet e komunikacionit, projektet e infrastrukturore. Presim dikun ka korrik i gushtë dhe ta fillojnë punimet definitivisht për në rrugën Cvetan Dimov, që kjo është arteria kryesore që e lidh Çajirin me qendrën dhe e lidh edhe me qarkorën e Shkupit, që dukshëm dhe lehtësoj komunikacionin. Po ashtu, momentalisht është duke punu në disa rrugë të lagjës së Gazibabës, punohet pra në Dijon tërësisht infrastruktura nën-toksore, po punohet në Dyqanxhik infrastruktura nën-toksore, në Saat Kull, ditëve në vijim do fillojnë edhe në lagjën e Boshnjakëve, apo ajo që është afër Universitetit Ballkanik, Universiteti Nën Tereza ka filluar me intensitet mirë, kampusi universitar që është investimi më i madh, presa e mban mend Maqedoninë. Po ati reagime dhe prej atyre studentëve që ishin mbledhje që pse ka që investim? Po, pe palës tjetër, sepse është historikisht investimi më i madh në arsimin shqip në Maqedoni. E keni parasysh që Universiteti Evropës Lindore është bërë me donacion nga Bashkia Ndërkombëtare, Universiteti i Tetovës, edhe pse dekada të tëra, domethënë pjesë, po edhe nëse i mbledhem ato, nuk besoj domethënë që as për sa afërmi e kapin shumë, po është hera e parë ku qeveria në mënyrë drejt për drejt nga buxheti i Ministrisë së Arsimit pra investon 40 deri në 60 milion euro për kampusin e Nën Terezës. Kjo u rrumbullaksu mirë edhe me ligjet e fundit që dukshëm do ndikojnë në cilësinë e arsimit, po me siguri ato tema do i bisedojmë gjatë rrugës te Çajiri. Pra po punojmë po ashtu, domethënë edhe për fillimin e ndërtimit të 2 qerdheve të reja, një shkolle të re fillore në Çajir, këtë kjo në funksion që shkollat të funksionojnë me një ndrim, siç e filluam me kongresin e manastirit. Po punojmë po ashtu edhe për premtimin e kontenjerëve nën-toksor, kemi filluar dhe do intensifikojmë, që me dukshëm t'ja lehtësojmë higjienës komunale për mirëmbajtjen e higjienës. Po punojmë po ashtu edhe për vendosjen e ashensorëve në ndërtesat të cilët nuk kanë ashensor, që kanë raste domethënë aty edhe me smundje, edhe në moshë që kanë nevojë domethënë që të kenë kushte më të mira të jetës. Tash për nisje këto ti përmendish në vend. Pa e harru Çarshinë e vjetër, që është në fokus të veçantë. Pra momentalisht kemi filluar projektin aty diku në 200 milion euro për rregullimin e kaldërmës
në disa rrugë anësore të cilët kanë qenë të harruara, kryesisht kanë qenë Revitalizim, apo? Po, revitalizim, po bëhen përpjekjet e fundit, pra besoj që brenda një muaj e gjysmë të fillon edhe sheshi Skënderbej faza e tretë, që do zgjidh problemin kryesor të qarqisë, do të siguron dikon minimum 400 vend parkingje të reja nëntoksore, që ajo sipërfaqja mbi të jetë pjesë e sheshit Skënderbej, dhe po ashtu me Bajram Vardarin, i cili është me preardhje nga këtu, i kemi dhënë edhe në shtetësi, e kemi rikthyer këtu, ka qenë sekretari i qytetit të Burgsës, po punon intensivsht për revitalizimin e tërësishëm të qarqisë së vjetër. Okej, në vend të tash të tomë oj zed nalet. Veç sa kemi fillu. Sa kemi fillu. Tregon këto punët, a janë një përgjigje ndaj asaj që ju akuzon thuajse për ditë dega e BDI-s në Çajir për keqpërdorime, për mos punë në komunë. Si ju përgjigjesh përveç se kësaj që e përmend? Po Çajiri është i vogël me sipërfaqe 3.4 km2, jo vetëm dega e BDI-s, po edhe çdo qytetar e ka lehtë ta shef a ka punë apo nuk ka punë. Nuk ka cep në cep Çajirit, domethënë nuk punohet. Dikun të infrastrukturën toksore, dikun të asfaltim, dikun ndriçim, dikun për higienë, dikun shkollë, dikun qerdhe. Pra veç kjo është një pjesë atyne që elaborova. Momentalisht pra në 15 pikat të Çajirit janë bagerat. Janë bagerat në Çajirin e vjetër, në Fush Tapan, do jenë domethënë së shpejti në Teneçe Mahall, janë në Dyqanxhik, janë në Gazivap, pra kjo është Çajiri, pra nuk edhe po dush pra nuk mbulohet. Okej, për ato keq, domethënë akuzat e tyre për keqpërdorim me kontrata në vepër, kohëve të fundit ka pas edhe një akuzë të tyre. Çka është e vërteta jote? Nuk mban, domethënë para Çajiri ka 60.000 banor edhe administrata e Çajirit është dikun 200 punëtor, domethënë ajo mund të mirret me standarde evropiane, se në 1.000 banor duhet të ketë dikun 2 administrator. Kështu që me shumë përgjegjësi e them që Çajiri ka administratën më të konsoliduar, as pak të ngarkuar dhe konform domethënë detyrave që i kryjnë. Nëse mirret Çajiri të krahasohet me cilin do komunë që edhe ato që akuzojnë BDI-s, minimum dhe del raporti 2-1, 3-1 domethënë në favor të Çajirit. Kështu që nga mospasja e idesë, nga mospasja se çka thonë, domethënë mundohen pra të sajojnë gjëra. E keni parasysh kundër kandidati, i cili tash humbës i zgjedhjeve, i cili në karrierën e tij domethënë ka disa padi penale, dhe fati i tij që prokuroria speciale nuk shkoi deri në fund, sepse të parin në target e ka pas pacientin. Pra, kështu që një njeri një llosur me aq padi, domethënë gjithkund ku ka lëviz në profesorët, nuk e ka kredibilitetin apo drejtën morale, pra të akuzon dikant tjetër për diçka që nuk mban. Kurimet e BDI-ja, pastaj shkojmë direkt te Vleni se ka tema për të prekur shumë. Kurimet e BDI-ja ju akuzon si i kapur prej Vëmëros me 320 faqe dosje. Çka do të thotë kjo dhe ti si e sheh, a je i kapur? Po prap kjo hin atë kur nuk kanë argumente, nuk kanë se edhe ide, domethënë mirën ditëve ku u ngritën këtë akuzë reale për punë konkrete, ku është rrezikuar edhe jeta e njerëzve, të cilët ato mandej domethënë sajojnë gjëra ku kanë pas njerëz të tyre në prokurori, edhe derisa kanë qenë në qeveri, në bashkëpunim edhe me kryetarën e qytetit të Shkupit, pra harun edhe qytetin e Shkupit edhe gjithçka tjetër, duke u marrë me Çajirin për ta nxitur Çajirin, për të krijuar alibi, domethënë për idenë që kishin që të revanshohen, të burgosin njerëz. Mirë po kjo këtë është ajo filmi që kanë bërë brenda tyre pa bazë, dhe prandaj edhe nuk ka lëvizje në këtë drejtim.
tendenca e tyne është për tregu që nuk kemi vetëm ne të korruptuar ose të kapur të Gruevski, po edhe këto tjerët janë ngjashëm për ta relativizu situatën apo gjendjen politike. U mundun të paraqesin një reformë, po reforma edhe ajo është improvizim për shkak se kjo gjenerat që ka sundu pra 20 vite, 25 vite shqiptarët në Maqedoni, mundohen tash me fëmijët e tyre ti sundojnë fëmijët tanë, më thonë në tarmën, sepse kryesin e ke djali i këtij funksionari, djali ish ata. Po mendoj mirë jo si gazetar, të mirë nëse të analizoni se me këtë rini që e paraqesin, është merë një analizoni dhe dalin në fund se delë që vetëm ato familje duhet të sundojnë shqiptarët në Maqedoni. Nëse nuk është baba, duhet jetë djali nesër. Të gjithë politikanët, po edhe ne si gazetar përballemi me mendimin e publikut edhe me votën e publikut. Tregom tash vleni si është. Keni Po, nësë është e publiku, dhe më thonë, zgjedhjet ishin afër dhe mendoj se në mënyrë plebiscitare fitoria e Vlenit ishte shumë e qartë se edhe legjitime. Nga 3 komunat, Vleni tash qeverisë me 10 komuna shqiptare. Anketat e fundit tregojnë dhe më thonë që Vleni është në avantazh. Nuk them që Vleni e ka thonë fjalën e fundit, e ka thonë më të mirën, po duhet ta kemi parasysh që Vleni ishte e para e bëri bashkimin e opozitës që i ka mungu shqiptarëve, e theu monopolin 2 dekada dhe më thonë në Maqedoni, pra e solli ndryshimin, e para, e dyta pra e theu monopolin, solli konkurrencë dhe kur ka konkurrencë ndoshta është më e sikletshme për partinë që është në qeveri, sepse derisa të tjerët janë bazuar te maksima për çaje sundo 20 vite, ne kemi sjell konkurrencën që është më e sikletshme për partinë në qeveri, po është në favor të qytetarit, votuesit dhe proceseve. Dhe kur gjithë mendojnë dhe e propaguan që kjo është e përkohshme, këto do përçohen, janë aksionarë, është çështje ortakësh e kështu me radhë. Ne edhe këtu do të thonë dëshmum se dim ti të kalojmë sueta, dim ti të kalojmë egot, dim ti të kalojmë ato ngjyrat apo krahinat dhe Vlenin po e bëjmë një me 9 maj dhe mendoj që Vleni një me një zë që mendoj dukshëm do kontribuon pra që Vleni të jetë më i konsoliduar, më në nivel detyrës dhe performancat të jenë më të mëdha. Edhe te kjo puna 1 apo 2, do të thonë Vleni po sjell edhe metoda demokratike të reja që vijnë nga bota demokratike, pra nuk vijnë se ne po i shpikim, pra këto kanë thonë funksionojnë pra në Gjermani, funksionojnë në mbar Evropën, në parti serioze, funksionon edhe në Kosovë, në lëvizjen guxo. Pra Vleni po e sjell atë, po tregon se nuk duhet gjithçka të mbështetet te individi, te kulti, sepse mandej na kthehet bumerang, po Vleni po dëshmon se më tepër duhet të bazohemi te puna ekipore, te sistemi, te vlerat se sa. Është kontroll mes zotrit Kasami dhe zotrit Mexhiti puna ta kontrollojë njëri tjetrin? Po, edhe njerë them, nëse është vlerë evropiane, vlerë demokratike, mendoj se nuk është çështje e kontrollës, po dhe më thonë është çështje balansimit, sepse duhet bëjmë nga 5-6 subjekte në një subjekt dhe mendoj që është bare madhe, po dhe porosia është që Vleni nuk do të ndërton kult, se kultet zakonisht janë kthej bumerang tek shqiptarët. Edhe nëse duam edhe historikisht, pra zakonisht kur kemi ndërtu kulte tek individi, nuk na ka dalë mirë. Okej, po prej jashtë duket se është mungesë mosbesimi. Jo, do të thonë tash unë jam më tepër i fokusuar edhe të qeverisë në komunat e Shkupit, zoti Kasami në Tetov. Ai ka do afinitete që si kam unë kam më tepër drejt komplementare dhe plotësojmë njëri tjetrin se sa punë konkurrencë, po edhe po të jetë punë kontroll dhe konkurrencë edhe ajo në parim nuk është e keq. Por kur e përmende Nën Terezën, sepse më mirë është ti përmirësojmë gjonat vetë se sa para se të na përmirëson popullin. Po, a kur do jenë zgjedhjet e parakohshme? Po, edhe kjo temë dhe më thonë është ngrit nga ato të cilët e kanë rënë pra të rrinë opozit pas 20 viteve dhe kanë pasi një metodë për t'i josh edhe për t'i mbajt mos i ikë antarësia e vetë,
prej se ka fillu kjo qeverisje, në çdo 2-3 muaj pra ka pas paralajmërim për zgjedhjet parakohshme, do ketë mas 3 muajve, do ketë mas 6 muajve. Kalun 2 vite dhe mendoj që besoj që i vjen edhe turp ta përmendet se po i afrohemi zgjedhjeve të rregullta. Gjysma e mandatit ka kaluar, nuk ka domethënë bisedohet normal në vazhdimsi, po mendoj që është viti vetëm i cili nuk ka zgjedhje as presidenciale, as lokale, as parlamentare, është vit pra ku edhe biznesi mund ta thotë fjalën e fundit, pra mos ketë pengesa procedura, sepse kur shpallen zgjedhjet 16 ditë ka ngrirje të procedura proceseve dhe ajo efektuohet edhe tek biznesi, po edhe politika, sidomos qeverisja e tanishme, shumica e tanishme ka mundësinë këtë vit ta shfrytëzon për realizim të premtimeve dhe programit me cilin kemi fituar zgjedhjet. Nëse nuk ka zgjedhje të parakohshme, rikonstruim do të ketë sigurt. Po, rikonstruim pra pritet ka qenë paralajmërimi apo mendimi, ideja ka qenë diku ka marsi, po në politik ka dinamikë, ndodhin gjëra, vonesa, pritet domethënë ka fundi i majit, fillimi i qershorit. Kush do të përfshihet aty? Domethënë parim pra me kryeministrin si partner qeverie, kemi biseduar që duhet ketë rekonstruim. Mirë po, vetëm parimisht jemi marrë veç që duhet ketë. Pa i përcaktu parimet edhe kriteret se a do ketë ndrim të resoreve, a do ketë parime tjera. Çka ndodh me... Kështu që gjithçka tjetër është çështje spekulimi, domethënë për gjithkund. A çka ndodh, a ke komunikim me zotrin Limani dhe zotrin Fetaj? Po, nëse themi ditëve fundit, jo, mirë po, kemi pas komunikim normal. Mendoj lidhur me punë. Sidomos derisa kum qenë pjesë e ekzekutivit, si zonës kryeministër, kanë qenë më intensive, se janë lidh me idetë projektet, tash më radh, po nuk kam diçka personale. Dalja jote prej ekzekutivit, a e ka forcu vlenin në elemente tjera apo e ka dobësu? Është çështje relative, unë prapë i besoj punës ekipore, nëse ku kum qenë në ekzekutiv, kum qenë fokusin e kum pas të ekzekutivi, ma pak tek subjekti, tash kam ma tepër hapësirë si kryetar komune të fokusohem edhe tek vleni. Kështu që ka punë edhe njëra, kur don ka punë edhe aty edhe jashtë. Kryetari i FDSH-s më ndodha që tha se Izeti është fut në fjokën e komunës. Edhe si e shet i ketë, a ka diçka reale, a thjesht është retorik politik? E para, nuk ishte ideja që të rikthehem në komunë, pra kur kum dalë prej komunës, se kum mbyll atë kapitull, po në politik nuk mund ta thush asnjëherë fjalën e fundit. Jo. Rrethonat politike u kryun të tilla që opozita shqiptare fokusin reflektorat dhe gjithçka domethënë e vendosin mbi komunën e Çajirit, se aty domethënë është betejë kryesore, Çajiri dhe Tetov me fokus të veçantë për Çajirin, dhe unë si karakter jam pi aty domethënë që nuk i iki betejave. Nuk ishte pra ide, nuk ishte para mendim që iki për qeverisë të kthejmë komunë, po rrethonat ishin të tilla, anketat ishin të tilla, u sfidova nga opozita shqiptare për të marrë legitimitetin, edhe thjesht e pranova, sot është ky rezultat. Po, e pranove, fitove, po shqiptarët e kanë fituar me ndryshimin tonë. Po prapë them, domethënë unë besoj punës ekipore dhe edhe derisa kum qenë ekzekutiv, jam bazuar te ekipi, secili ka dhënë kontributin e vet, ka qenë vlerë shtuar, edhe punë që kemi bëu punë ekipore, po edhe sot, edhe pse nuk jam në ekzekutiv, e ndjek ekzekutivin, jam pjesë e procesit, siç e pat pra kur ishte nevojshme, domethënë për ligjet e arsimit lartë, kur kemi të bëjmë me kualitetin dhe një prej targeteve tona, sepse i besojmë asaj investimit në arsim është investimi më i mirë. Gjithë e konstatuam bashkërisht edhe me partnerët që duhet bëjmë diçka për ngritjen e cilësisë, nëse ka qenë imperativ i shqiptarëve, domethënë themelimi i Universitetit të Tetovës para disa dekadave, tash është imperativi ngritja e cilësisë dhe kualitetit. Mirë po, parakush për ngritjen e cilësisë është edhe buxheti, është edhe financimi,
Kështu që ne po punojmë dyjat, pra edhe po investojmë siç është kampusi i universitetit me dikun 40-60 milion euro, po bëjmë liç i cili e ngrit cilësinë e arsimit. Fillimisht e kemi ruajtur pozicionin që mos jetë i dëmtuar dhe diskriminuar ndonjë prej universiteteve tona, po në parim jemi edhe aty të ngritet kvaliteti, siç është masa, pra në ligjin e ri, që nga vetë financimi minimum 40% duhet patjetër të shkojnë në investime, qoftë laboratore, qoftë projekte, dhe jo. Pra e kemi përcaktuar në ligj që minimumi mund të jetë edhe 100%, mund të jetë edhe 80%, po minimumi nuk mund të jetë si të kaluamën, domethënë që ato mjete të shkojnë për çështje anësore, po të shkojnë për investim, për ngritje të cilësisë dhe kushteve të. Ata janë detyrueshëm tash në bazën e minimum 40% të investojnë në laboratore, zhvillimin, ngritje kapaciteteve, domethënë të arsimit, ka edhe elemente tjera. Dhe mendoj që poenta ishte kur e do nevoja, aty jemi, domethënë jemi bashkë me ministrat. Kjo realisht them drejt më pëlqen, se universitetet tash duhet luftojnë për kualitetin edhe vet, jo të presin prej administratës. Po, domethënë edhe njëra edhe tjetra, ka më shumë, domethënë e kemi hjek, domethënë nenin ku duhet kufizohen universitetet tona të marrin pëlqime për hapjen e programeve të reja nga 3 universitete. Tash e kemi bë, sidomos për studimet postdiplomike, kemi bë nga 5, pra minimumin ato 5 do janë 2 tonat. Pra thjesht ky ligj pra kontribon dukshëm në ngritjen e cilësisë dhe po sidomos theksi është vendosur mbi universitetet shtetërore, aty ku shteti financon, aty ku buxheti kryesisht sigurohet nga shteti, kërkon që ngritet cilësia, sepse është shumë e rëndësishme nesër pas nesër çfarë diploma dhe çfarë dije do marrin fëmijët tonë. Janë pajtu rektorët edhe udhëheqësia në universitet? Në komunikim të vazhdueshëm kemi qenë me rektorët e universiteteve, me profesorët. Rrisi është do ketë një këshill në çdo universitet, një këshill mbi, domethënë që i kontrollon proceset. Jashtë? Jo, i brendshëm, po do ketë anëtarë edhe prej brenda edhe prej jashtë. Siç është pra edhe tek shkollat fillore, tek këto ku kyçen të gjithë faktorët që kanë të bëjnë domethënë me shkollën ose me arsimin. Këtu e kemi domethënë do kyçet drejt për drejt edhe oda ekonomike peripendimore, do kyçen drejt për drejt edhe studentët që deri tash nuk kanë qenë pjesë atij këshilli, do kenë fjalën e vet, domethënë atë bile momente domethënë mund të jenë ato të cilët e vendosin shumicën se ka shkon, domethënë prej pjesës që vjen nga pjesa akademike e universitetit dhe pjesa që vjen nga Ministria e Arsimit dhe nga qeveria. Në shumë raste studentët do kenë fjalën vendimtare, domethënë për të krijuar shumicën, pra do jetë një kontroll më i madh, një debat më i madh, po pa e cenu autonominë e universitetit. A do ndihet në realitet nëse Po tash nëse themi nëse nga tyrat vetanake në kalume domethënë kanë shku 5%, 10%, tash do shkon minimumi 40%, do ndjehet. Ka dhe tjera, po më tepër domethënë janë ato të fushë njerëz të arsimit, sidomos edhe profesorët të cilët kanë qenë të kyçur, i dinë. Ne e hoqëm faktorin sigurum, domethënë që asnjë i punësuar nga stafi akademik ose administrativ nuk do largohet nga puna, po do krijojmë mekanizma që ato të ngriten atë. Okej, shumë mirë. Tregom tash ma bën një dallim mes kohës tuaj në BDI edhe kohës tuaj tash me Blenin, 2 vite që jeni në qeveri. Me VMRO-n si e keni marrëdhëniet? Si e mbroni pozitën e shqiptarëve me VMRO-n? Kështu, domethënë kur bëjmë krahasime, nëse bëjmë krahasimin e BDI-s me VMRO-n, qeverisjen dikun 10 vjeçare të Nikola Gruevskit, është dallimi i madh, si dita me natën, domethënë atëherë ke pas moratorium të çështjes shqiptare. Atëherë ka qenë projekti kryesor Shkupi 2014 që ka pretenduar për ta ndryshuar historinë e këtij vendi, për të paraqitur Maqedonët jo slav, po të paraqitur Maqedonët antik. Pra 1 miliard euro kanë shkuar, domethënë për vendosjen e përmendoreve, e fasadave, pra që nuk kanë përfituar qytetarët. Sot projektin kryesor të kësaj qeverie e ki korridorin 8, i cili është nënshkruar nga qeveria e kaluar, janë marrë provizione, po puna bëhet tash. Domethënë punë intensive
që është e dukshme në teren, tash punohet koridori 8. Pra atër projekti kryesor ka qenë Shkupi 2014, sot e ki projektin e ki koridorin 8, e ki Universitetin Nën Tereza, e ki sheshin Skënderbej fazën e 3, e ki rrugën Shkup-Bllaz, të cilët po bën përpjekjet e fundit, po për ta realizu tamam, për të punu tamam, jo 2 kilometre për të sill, domethënë në një mandati 2 kilometre pa përfundu edhe aty ku e lanë. Pra këto janë ato dallimet. Në atë periudhë ke pas Mostrën, ke pas rast Kumanovës, ke pas burgosje për ide politike. Sot pra nuk i ke ato raste. Nëse atëherë pra ndarjet nga buxheti kanë qenë për komunat të disfavorshme, sepse nuk ka pas një kriterium, po ka pas shumë kriteriume. Sot nga kredia hungareze kanë përfitu komunat shqiptare ngjashëm ose njëjtë, pra si edhe komunat maqedone, dhe nëse qytetarët e kanë ndjetur njëherë që komunat kanë potencial kapacitet për të zgjidhur probleme që nuk janë zgjidhur dekada me radhë, ka qenë pikërisht këto 2 vitet e fundit, ku pagerat kanë qenë gjithandej në shërbim të qytetarëve, dhe komunat kanë përfitu, domethënë, buxhete reale për probleme reale, sepse ka pas vetëm një kriterium. Sa banor ka, aq mjet e ka marrë. Çajri ka 60.000 banor, më thonë ka marrë 8 milion euro në vit nga kredia hungareze. Saraj ka marrë ndoshta 4-5 milion, secili qytetar ka pas lehtë për të pa a diskriminohet apo jo, domethënë pjesa. Çështja tjetër është që po bëjmë zgjidhje, domethënë afagjate, ligjore, jo zgjidhje gjysmake, zgjidhje PR-e, zgjidhje domethënë për të defokusuar situatën, siç është zgjidhja për medresën Isabeu, domethënë që nuk u zgjidh 30 vite, ne sollëm ligj dhe u mbyll, domethënë për herë parë u barazu medresa Isabeu me arsimin e mesëm në Maqeni, edhe hoxhallarët nuk e kanë problem, thonë se merr diplomë që është e pranuar nga shteti, siç është ligji për përfaqësim adekuat, i cili është në procedurën finale, që zaventson balancuesin që ka qenë një mekanizëm statistikor dhe jo imponues, siç është ligji për arsimin e lartë, domethënë tash që ngre cilëtetin e arsimit të lartë në gjitha nivelet, dhe parapërsisht kjo është ka dhe çështje tjera, po mendoj se nëse e krahasojmë me LSDM-n e Zaevit dhe Kovacevskit, duhet ta kemi parasysh disa çështje. E para, numrat kanë qenë në favor pra të BDI, se ka pas një qeveri me 62 deputet, dhe keni parasysh që unë edhe Merita Koxhaxhiku kemi pas mundësi për ta bllokuar qeverinë. Ose me rrëzu qeverinë, ose kemi shpëtu qeverinë me Kastriot e Recepin. Pra nuk mund bëhet paralele, se politikën e diktojnë, e determinojnë edhe numrat ato. E para. E dyta, duhet ta keni parasysh që kanë pas një koncept qytetar, dhe një numër konsiderueshëm shqiptarëve nuk kanë qenë si merit e BDI-s, po kanë qenë në pozicione si merit e LSDM-s së athershme, të cilët kanë pas edhe ministër, kanë pas edhe drejtor dikund. Po, kanë pas edhe vota shqiptarësh. Po, ama duhet të thëmë dallimet, nëse e bëjmë krahasimin e Blenit me VMRO-n, duhet ta bëjmë e BDI-s me VMRO-n. Po. Domethënë kjo është sa për të pas, domethënë një ilustrim të situatës. Çështja e fundit, çështja e ligjit për fajsimit të drejtë që shkojnë në Venecia dhe u kthej, edhe zëvendës kryeministri Sali tha në deklaratë se ne jemi garantues, domethënë në farë forme jeni garantues, do rini. Që edhe këtë për shkak se ku më qenë pjesë edhe asaj anë, domethënë BDI-s edhe tash. E keni parasysh që prej 2002 deri 2015 nuk ka pas as balancues. Punësimet kanë lëviz mbas marrëveshjeve të partnerëve të koalicionit. Delsat. Po, fillim qeverisjes janë marrë vesh, domethënë që kaç përqind do punësohen Maqedon, kaç përqind do punësohen shqiptar, kaç përqind punësime do ketë nga mbashësitë tjera. Dhe për hir të vërtetës, kjo ka funksionuar më mirë se sa kur ka ardhur balancuesi. Këtë flas pas analizës, edhe unë se kum ditë, po mbas analizës shifra se prej vitit 2002 deri vitin 2015 mënyrë rapide është rrit numri i shqiptarëve. Domethënë prej 2% ka shku deri në 14-15%. Momentin që është vendos balancuesi, me promila ka lëviz përfaqësimi shqiptar. Domethënë ka qenë më i ngadalshëm. Më i ngadalshëm, e ka ngadalsu
Në vitet e para ka pas një efekt, diku deri diku, po në vitet e fundit ka pas edhe kundër efekt, sepse filluan të keq përdorur. Sepse ai tregon domethënë se këtu duhet punësohet shqiptar, Maqedoni shkon deklarohet në moment si shqiptar, se ndjehet ashtu në atë moment, e merr vendin e punës, në momentin që e merr vendin e punës, ai prapë është Maqedon, po kështu ka ndodhur edhe tek raste ku edhe shqiptarët janë deklaruar në moment domethënë, pra balancuesi në vend se të ketë efekt ka pas kundër efekt. Dhe këtu duhet jemi sinqert, pra unë e them këtë domethënë kështu ka qenë gjendja, dhe në vitin 2023, ministrat 2022-2023, të gjithë ministrat qeverin Kovacevski, duke i përfshirë edhe 5-6 ministrat sa kanë qenë domethënë shqiptar të BDI-s, zoti Osmani, zoti Grubi, edhe tjerat, pra kanë mendim me shkrim në qeveri që balancuesit i ka kaluar fati dhe është kundër efektiv dhe duhet të shfuqizohet. Dhe mandej shkon në gjykatën kushtetuese, nga gjykatës të zgjedhur nga ato, që në momentin kur vjen qeveria e re vlen VMRO, ato e hapin si temë, e shfuqizojnë balancuesin, dhe ne nuk ndetëm dur kreq. Po, për herë të parë, domethënë e ngritëm nivelin nga mekanizëm statistikor në zgjidhje ligjore. E tash zgjidhje ligjore, domethënë për herë të parë, mbas 20 viteve, ka ligj. Me këtë ligj, i cili nuk pretendoj që është ideal, po ne kemi sjell ligj. Nesër edhe nëse ka diku ndonjë defekt vogël, është shumë më lehtë për të bërë plotësim dhe ndryshim të ligjit sesa për të sjellë një ligj të ri. Po edhe ky ligj që është, njëherë e ngre nivelin, domethënë një drejtor, një ministër ose një funksionar kudo qoftë, kur bën shkelje, nuk e ka shkel me mekanizmin statistikor balancuesin, po e ka shkel ligjin. Për shkelje ligji, domethënë si çdo domethënë shkelje ligji, domethënë parashef domethënë edhe ndëshkime. Çështja tjetër, po ngritet niveli, nëse deri dje, domethënë me balancuesin, domethënë ka pas është marrë drejtori i një institucioni, sot ajo çështje është ngrit në nivel qeverie. Ka një trup domethënë koordinues, të cilin do udhëhej zëvendëski ministri i parë, i cili mbledhet qeverisë do hapet temën domethënë se deri ku është përfaqësimi. Pse ky institucion domethënë e respekton ose nuk e respekton? Pse ky institucion e ka bërë shkeljen ligjore? Domethënë edhe aty dalin konkluza, të cilat konkluza janë qeveritare. Të cilët duhet t'i zbaton mëndej, domethënë cili do, ose do shkarkohet ai funksionari i cili nuk e dënimi që nga shkarkimi. Po edhe shkarkimi. Po, okay. Tash ka edhe elemente tjera aty, po unë flas domethënë e para 20 vite nuk ka pas ligj. Për herë të parë po sjellim ligj. E dyta, domethënë brenda ligjit ka mekanizma që ngrenë këtë nivelin e përfaqësimit në nivel qeveritar, i cili ka qenë në nivel drejtorësh, në nivel institucionesh, apo në vullnetin e mirë të një institucioni. Okej. Studentët, respondencën do ta bëjnë shqip? Ka grup i ekspertëve, i cili po punon intensivisht, i cili do del me zgjidhje, besoj që do jetë në favor të studentave shqiptar, po ne duhet ta kemi parasysh para opinionit, se duhet edhe sinqert me atë që deklarojmë. Po, kur është sjell ligji i gjuhëve, edhe unë kom thonë që është për ta përshëndet sepse ka avancu përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk e ka përfshirë. Po premisat e para kanë qenë që modeli për ku duhet fillojnë ka qenë modeli i Kosovës. Sepse Kosova është shtet unitar dhe gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe i kitë barabarta në gjitha nivelet. Kjo ka qenë. Mandej kanë ndodhur kompromiset, sepse kompromiset kanë ndodhur edhe në kur është sjell marrëveshja Ohrit, edhe kur është sjell kanë ndodhen dhe nuk është gjuha shqipe as për sa afërmi me gjuhën serbe në Republikën e Kosovës. Dhe prandaj, kur kush nuk e hap sot dilemën, a flitet shqip në parlament apo jo, a flitet shqip në qeveri apo jo. Aty ku është rregulluar si duhet, pra nuk ka më rëndësi a është vleni, a do jetë vleni, a do jetë BDI-ja nesër atje. Sigurt që nuk është pak e rëndësishme Kosova e qeverisë Hashimi, e qeverisë Albini, apo e qeverisë Ramushi, apo dikush tjetër, askush nuk e prek pra gjuhën serbe edhe aty ku nuk ka serb. E nivel komunal, nivel qendror, kështu. Edhe këtu nuk e prek kërkush gjuhën shqipe, domethënë në parlament, në qeveri, ku pothuajse është e rregulluar deri në fund. Po gjuhën shqipe e prek domethënë aty ku i kanë lënë të hapura, siç është çështja e jurisprudencës, siç është çështja e notariatit, siç është se ka edhe dek tjera ku nuk janë të definuara.
Dhe i kemi raste dhe dokumentacion. Pra ka pas 5 ministra drejtësisë, domethënë shqiptar. Nuk e kanë zgjidhur këtë çështje dhe sot dikush e bën shumë problematike, pse nuk e zgjidh një ministër Maqedon këtë çështje. Vleni pra po bën përpjekje edhe me ministër Maqedon për ta mbyllë këtë çështjen e jurisprudencës, po ne duhet ta mbyllim se ka edhe çështje tjera që janë të hapura. Duhet ta mbyllim edhe notariatin, duhet të mbyllim edhe të përmbaruesit, duhet ta mbyllim domethënë në shumë segmente nuk funksionon deri në fund. Po. Këm pasoja, thjesht pra ligji i gjuhëve ka qenë avancim i Shqipës. Po nëse e shohim Shqipën si zyrtarit barabartë me maqedonishtën, atëherë generator i krizës, i problemeve është pikërisht ligji i gjuhëve, sepse aty dikun thotë këtu mundet, aty s'mundet, 20%, 30%. Pra këto janë çështje që dikush i ka lënë dhe sot problemet që i kalon i keq përdor për të krijuar situata të tensiume, se e din mas miri ku i kalon ato defekte edhe probleme. E ka pesërt. Po, Shumë faleminderit për kohën. faleminderit për hapësirën. Kënaqësi, edhe shpresoj se në emisionin tjetër të paktën kjo rruga do të niset në ta. Po bëjmë përpjekjet e fundit dhe momentit që do fillojmë, unë ju ftoj, domethënë që të lëvizim. Po, patjetër. Sepse kjo është arterja kryesore e çajirit. Kjo jep një dimension tjetër të çajirit. Kënaqësi. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga